Tash jemi rikthyer përsëri në studio, ora po shënon 8:02 minuta dhe me autorën Malbora Gura do diskutojmë për librin dhe promovimin e librit të saj të parë, që është From a Pitch to Punch. Dhe është ky titulli pra i kësaj autorës, unë do t'i tregoj disa detaje, në fakt do t'i lexoj dhe pastaj për pjesën e tjetër, sa i përket edhe jetës personale të autorës, jetës së saj në Düsseldorf, po ashtu edhe lëvizjes në Kosovë, në Tiranë, çka po e lidh me Kosovën, po ashtu për librin, tematikën, cilën e shtjellon, çka tjetër do të ndodha, do të vijë edhe një libër tjetër apo jo, krejt këto do t'i diskutojmë pas pak në minutat në vazhdim. Megjithatë, po ju tregoj në këtë promovim, thot libri u cilësua një vepër me vlerë që i fton lexuesit veçanërisht gratë të zbulojnë forcën e tyre të brendshme dhe të ndjekin rrugën e suksesit, një udhërofyes të fuqishëm për vetbesimin dhe transformimin personal. Ky libër tashmë është në shitje dhe nga secila kopje e shitur, një pjesë të ardhurave i dedikohet organizatës qeveritare CICAT me qëllim që këto fonde ta ndihmojnë organizatën në realizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese kundër kancerit të gjirit dhe po ashtu me fondet e tjera të mbledhura nga shitja e librit do të ndihmon klinika e onkologjisë. Edhe sa i përket kësaj pjese do ta diskutojmë në studio bashkë me autorën. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Na trego pak ç'është po ndiheni, au qetësuat pas promovimit të librit, ma merr mendja që ka qenë një punë edhe në fillim kur keni filluar do thotë që të shkruani, po ashtu promovimi duhet ta ketë pas atë stresin me vete. Tash ç'është po ndiheni sot? Është absolutisht një arritje, nuk e kam imagjinuar që të shkruash një libër është aq shqetësues. Fillimisht kam thënë, unë po shkruaj një libër, tani them kemi shkruar një libër, sepse jemi shumë persona që kanë qenë të inkuadruar në këtë projekt. Pa ndihmën e tyre nuk do kishte qenë absolutisht e mundshme, por ja arritëm. Kush janë këta persona? Do thotë ata të cilët je konsultuar nga ana profesionale? Atëherë libri ka filluar të ideohet në 2017, ka qenë një propozim i shokut tim të ngushtë. Dhe Malbora, ti duhet shkruash patjetër një libër. Për shkak sepse unë jam ajo në rrethin shoqëror që gjithmonë kam një këshilla, një këshill për të dhënë, edhe jap me dëshirë. Ka qenë një ide e vogël, një dëshirë, do thoja, që unë fillova ta përpiloj shumë shkurt, nga njëherë i grisja fletët, pastaj filluan të bëhen disa fletë, fillova ta hedh në kompjuter, pastaj u doq edhe një herë kompjuter, e mbaj mend. Pastaj e harroja sepse kisha natyrisht të shqetësime të tjera, unë jam edhe e përfshirë në biznes, kam kompaninë time, kështu që erdhi një moment, ka qenë gushti i vitit kaluar që thash unë duhet ta përfundoj këtë projekt, sepse mua më pëlqen gjithmonë të përfundoj ose të bëj atë që them. Nisi fillimisht me shkrimet, me përpilimet, me ndrimet, kërkesa e një stafi tek pjesa e redaktorit, që nga një redaktor të shkëlqyer, Angela Miti, që në të vërtetë e ka mbërthyer si projekt, edhe e ka ndritur, do thoja unë. Ka qenë pjesa e natyrisht e kopertinës, ishte goxha e rëndësishme ajo pjesa e fotografisë. Ose ne e gjykojmë edhe librin nga kopertina. Absolutisht, po, ishte Fadil Duka dhe drejtori imazhi ka qenë Stefan Marena. Fadil Duka ka krijuar fotografinë, ishte goxha shumë e bukur, suport i veçantë edhe nga shtëpia botuese Dukagjini që kanë bërë edhe pjesën e dizajnit. Ishte në të vërtetë një rrugtim shumë i bukur, po shumë shqetësues, ka marrë shumë kohë, por unë e kam bërë me shumë dëshirë. Pastaj natyrisht ishte dhe gjë shumë e bukur parathënia nga Milej Mzeka, që është një mik shumë i ngushtë imi, edhe më pëlqeu që pranoi ta bënte. Ishte shumë vlerësues. Mirë, kur kemi edhe bashkëpunime të tjera, patjetër edhe ata na shtyjnë me arrit ato synimet edhe qëllimet tona. Pastaj kur erdhi puna pjesa tek promovimi i librit, që ndodhi me cilën datë? Promovimi i librit ka ndodhur me datë 22 prill. Faktikisht unë kam pasur dëshirën promovimin e librit ta bëja në Kosovë dhe kam qëndruar për goxha kohë këtu. Mirë, po gjatë kohës që unë po merresha me planifikimin, ndjeja shumë gërçe. Dhe kuptova shumë shpejt që këtu në të vërtet mund kisha njerëz pranishëm që janë shumë të rëndësishëm dhe është absolutisht shumë e nevojshme për një promovim libri, por do më mungonin njerëzit e zemrës, sepse do i kisha larg. Kështu që vendosa të kthehem dhe vendosa ta ndaj këtë ditë
më shumë me ta, le të themi. Ato ditë kanë qenë njerëz shumë të veçantë për mua, aty të pranishëm, ndër të tjera ka qenë gjyshja ime, ka qenë edhe mësuesja e klasës parë, ka qenë ajo grua që më ka mësuar të lexoj e të shkruaj. Ishte shumë e veçantë, kanë qenë prindërit e mi, kanë qenë shumë vajza dhe gra të komunitetit tonë, shoqes mijat, që në të vërtet janë shembull për të marrë, edhe unë jam ndjerë shumë e respektuar. Edhe më tregua që jeni emocionu shumë, edhe tash po vrehen gjatë kohës kur po flisni për këtë pjesë. E kam, nuk e di pse, po është një nga projektet që unë prekem shumë, e kam vështirë ta lexoj vetë librin, e kam edhe atë ditë që kam mbajtur një fjalim të shkurtër. Unë njihem për ajo goca që si pushon goja, por atë ditë duhesh ta lexoja. Edhe fjalimin u preka shumë. Është diçka, është prekse, sepse edhe vetë libri është një rrëfim imi personal drejt zhvillimit personal, jo të perfeksionit, por për të qenurit me vërtet, me veten, me ato që duam, me ato që duam të arrijm. Edhe ky është një rrugtim që nganjëherë nuk është edhe shumë i bukur, nganjëherë ka dhe vështirësi. Derisa të gjejmë veten është rrugë pak më e vështirë. Për secilin person, por sidomos për gratë. Është punë, do të thënë sigurisht më tepër për gratë, sepse gratë sot kanë një rol akoma më të ngarkuar, se që kanë pasur shumë vite më përpara. Nganjëherë do them mbas edhe kanë humbur atë sensin e të diturit se çfarë funksioni kanë, se sa i rëndësishëm është në shoqërinë tonë, por po është të qenurit grua nuk është e lehtë sot. E vërtet. Tash flasim edhe për gratë, por edhe për mesazhet apo këshillat që ju i keni dhënë edhe në libër, po për me i largu pak emocionet apo diçka që s'ju pëlqeu në promovim. Diçka që ja mori pak mendjen apo diçka e tillë. Çdo eveniment për të zotin e shtëpisë, do thoya unë, është gjithmonë është pak emocionues, është pak angazhim, dhe ju pëlqejnë njerëzve. Për mua kanë qenë 4 orë që kanë ikur si 4 minuta. Të gjithë më kanë thënë që janë kënaqur. Kemi kaluar shumë mirë, kishim bërë shumë foto. E mbajtën në fotot. Kam pëlqyer ambientin. Me disa persona as nuk kanë bërë foto, më vonë pyetja fotografin e thosha, po pse s'kam me këtë një foto, nuk e di. Janë gjëra që humbi, por këto janë gjëra që kalojnë dhe ato njerëz që shohin diçka me dashamirësi kuptojnë edhe gjëra të vogla që mbase nuk mund të kenë ecur mirë, pavarësisht se nuk e di, por ka qenë diçka që mua më ka zgënjur, ka qenë mosprania e konsullatës në Düsseldorf, që kish pranuar ftesën, dhe një konsullisht dhe njerëz... E Kosovës apo e Shqipërisë? E Kosovës, jo, konsulja e Nderi që ka qenë për 12 vjet në funksion, ka qenë e pranishme, madje ka mbajtur një fjalim shumë vlerësues, që unë dua ta falenderoj për këtë gjë. Por konsulata e Kosovës nuk ka qenë e pranishme, ka qenë pak zhgënjyes nga ana ime sepse pritesh, jo vetëm nga unë, po edhe nga personalitetet tjera që kanë qenë të pranishme. Unë personalisht vetë nuk është se kisha ndonjë suport, le të themi, për praninë e tyre, por do kisha qenë një suport dhe për kauzën që unë kam. Kështu që ka qenë pak zhgënjyese, shpresoj që në të ardhmen të tilla ftesa, sidomos kur të rinjt dhe të rejat marrë iniciativa të tilla, sidomos në diasporë, që shumë e vështirë edhe ti realizojnë nga të tilla institucione, që është detyrë e tyre, do të thoja, duhet me patjetër të suportohen. Ne kemi pas suport shumë të madh. Unë personalisht vetë atë natë nga Wirtschaftsklub, që është klubi i ekonomisë, që është një pronë e familjes Desani, që ne marrim suport vazhdimisht për të bërë eventet tona, për të ndjerë sa më të realizuar, më të respektuar. Diaspora është më ndryshe, nuk mund të realizohen gjërat aq lehtë sa këtu. Ne e shohim edhe këtu është e vështirë që kemi e lërë me në diasporë ku gjërat kanë krejtësisht për masa tjera dhe janë më të kushtueshme, pastaj merrem me mendjen edhe shumë gjëra të tjera, cilat mund të jetë një problematik pak më e madhe me depërtu, theme kështu. Pse kjo lidhshmëri me Kosovën, se dua dalë edhe te kjo pjesë. Nuk kam përgjigje për këtë sepse më ka shumë natyrshëm. Unë
Kam shkuar në Gjermani në vitin 95. Në atë kohë shqiptarët e Shqipërisë unë vi nga Tirana, kam lindur në Tiranë. Nuk ka pasur shumë dhe jam lidhur shumë me Kosovën. Ka shumë natyrshëm, projektet mia të parat i kam realizuar në Kosovë, me shqiptarët e Kosovës. Jam ndjer shumë e mirëpritur, kam shumë shoqëri këtu dhe kjo është rrjedha e jetës time. Nuk mund të në Shqipëri ndjem pa ashtu mirë, kam dashur shumë miq, shumë shok, edhe ata më pyesin, po pse po rri më shumë në Kosovë? Gjithmonë e lidhin me atë mos ke gjetë një dashuri në Kosovë. Po nuk është kështu, jo. Vetë Kosova është dashuri, kështu që? Po, absolutisht. Është një dashuri, është e vogël shumë, po është një dashuri në vete, që unë e shijoj gjithmonë e sa herë që vi. Atëherë dalim te gratë. Sa është e rëndësishme që gratë me e gjetë zërin e tyre të brendshëm, me e gjetë vetveten, çush po ju drejtosh grave në këtë libër? Çka ju ke thënë? Cilat janë disa prej këshillave? Atëherë unë në libër jam munduar, natyrisht fillimisht ka qenë edhe ideja sepse do ishte më shumë interesante të tregoj diçka nga vetja ime, mirë po unë do isha libër jo me 120 faqe, do ishte më shumë. Edhe kam mendimin që asnjëri nuk ka nevojë të më marrë mua si shembull. Çdo njeri ka rrugtimin e tij, çdo femër ka edhe të drejtën të bëj rrugtimin e saj, pa marrë parasysh se çfarë i shërbehet asaj ose çfarë i thuhet. Por, secili nga ne ka nevojë për shtysa, për përshpërima, nganjëherë kur ditët nuk janë edhe aq të bukura. Ndaj mora edhe numrin 69, sepse shpesh më pyesin pse numri 69? I them sepse është një numër që nga ana vizuale për mua simbolizon pafundshmërinë, është të kam. Edhe 8 është aty, po 8 këshilla do ishin pak. Kështu që 69 tash është një numër, është paksa edhe provokues, po është një numër që janë pak më shumë këshilla. Edhe mendova të përpiloj 69 këshilla për një tim më të fortë, por që të jenë më tepër shtysa për ato ditë kur ne mbase nuk ndjehemi mirë edhe duam një shok, një mik afër vetes, në këtë rast mund të jetë libri, që pa kushte edhe pa duke qenë shumë besnik në të anë, mund të na japi mund të na bëjë të ndjehemi mirë. Edhe është një libër që mund të lexohet disa herë. Kjo është diçka që mua më pëlqen, edhe ka marrë këtë konfirmim nga disa mikesha të mia, që ka pëlqyer shumë libri, edhe bërë është hera e dytë që e lexoj. Po, ku mundemi me e gjetë librin, në cila pika është vendosur deri tash apo jo? Atëherë, libri është tek shpjegotuse, tek libreria Duke Gjini, është për momentin kjo librari merret me distributimin e këtij libri. Ka qenë një librari që mua më ka suportuar shumë, sepse duhet marrë parasysh, unë nuk jam në vendin tim, domethënë nuk jam në habitatin tim këtu. Dhe kam përqafuar çdo gjë, më kanë suportuar, më kanë edhe hera parë është pak më e vështirë. Kur vjen libri i dytë, tash se kam mësuar rrugën. Atë kam thënë. Për librin e dytë, kam thënë do ta bëj nga Düsseldorfja, nuk do vi fare. E di që domethënë, kjo nuk është e vërtetë, se nuk rri dot pa ardhur, po kur mëson rrugën, është shumë e lehtë të bësh diçka. Edhe kjo ka qenë edhe ideja për të shkruar librin, sepse nganjëherë kur mësojmë rrugën nga të tjerët që e kanë bërë para nesh, është më mirë të lexojmë, të mësojmë, ta përvetsojmë, se sa të bëjmë vetë gabimet. Nganjëherë edhe gabimet nuk mëson njeriu, po mendoj që me njohurinë të tjerëve mund të shkurtojmë rrugët edhe mund të kursejmë kohën. Dhe koha është shumë e vlefshme. Edhe titulli është interesant. Do të komplet kopertina është të ngjall kuriozitet. Edhe patjetër që me lexu, nuk po them që brendia nuk është po aq e mirë, por titulli është mjaft interesant. Nga ose çka titulli ka ardhur pashtu natyrshëm. Unë shumë gjëra bëj natyrshëm. Kam intuitive, edhe ndjek intuicionin tim me shumë dëshirë, sepse e di që është i vërtetë dhe kam mësuar ta ndjek
ka qenë ky një proces që edhe unë vetë kam dashur ta mësoj. Ka qenë ritmike dhe përshtatesh, from pitch to punch. Është sepse kjo ka të bëj pak edhe mbas edhe me mua. Pitch simbolizon pjeshkën. Po, është... Unë kam qenë njërë pjeshkë, le themi pjeshkën, po. Simbolizon shaj fut i but, po. Pastaj del një goditje, a? Pastaj bësh një goditje, edhe kjo ka qenë dhe diçka që ka ndodhur edhe me mua. Unë ajo pjeshka në karakterin tim unë ende e kam, po mendoj që çdo femër duhet ta ketë, edhe nuk duhet ta humb, sepse është ajo që ne na bën të jemi gra, të jemi vajza, të jemi feminine, është diçka shumë e bukur. Por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të jemi të forta, edhe nuk duhet të mësojmë atë luftën tonë përditshme, do thosha, ose ato barriera që ne na hapen, ose probleme që ne kemi, ti maestrojmë me feminitet. E vërtet, tash dalim e tek pjesa nga erdhe idea për do të thotë për me ndihmu edhe organizatat, si që është organizata jo qeveritare, cicat, dhe po ashtu që një pjesë të ardhura të shkoj edhe në onkologji. Sa ka rëndësi kjo kauzë edhe për juve? Atëherë unë kam dëshirë këtë pjesë ta mbaj shumë shkurt, për arsyen sepse nuk do që fokusit po, është diçka që unë duhet ta realizoj në bashkëpunim me shoqatën dhe do të bëjmë diçka. Nuk kam dëshirë të zgjatem shumë te kjo pjesë, por ka qenë një dëshirë e imja, për shkak sepse unë në familjen time kam pasur shumë persona që kanë qenë, ndër të tjera ka qenë nëna ime, që ka qenë mama ime që ka qenë smur me kancer. Është një smundje shumë me pabesë. Duke parë njerëz që nga njerë mungojnë gjëra shumë esenciale, shumë të thjeshta, dhe ne mund të bëjmë diçka, lindi ideja për të qenë pjesëmarrje te kjo nisëm që ka shoqata në këtë rast. Ideja ka lindur një tavolinë miqësore ku është folur për nismat që ata ose organizimit që bëjnë shoqat, dhe unë thjesht jam bashkangjitur. Dhe është një nismë shumë e mirë, uroj që të shkoj sa më mbar, nuk do të thotë që kjo të jetë arsyeja pse ju e blini librin, ta keni një arsye vetë të brendshme, e pastaj të dini që edhe ju personalisht po ndihmoni apo po bëheni pjesë e kësaj kauze. Tash për të qenë sinqert, le të farim një redim, dhe unë jam shumë konsciente për këtë pjesë që shitja e librit nuk do jetë ajo që do bëj gjërat e mëdha, por mendoj që ne do fillojmë me gjërat vogla. Dhe nganjëherë njerëzit që kanë aktivitete të ndryshme ose mundësi të ndryshme, njerëzit kanë mundësi të ndryshme, në momentin që ju jepet pak zë, mendoj që mund ta shfrytëzojnë për të arritur gjëra pak më të mëdha. Kështu që në këtë rast, unë edhe në ditën që pata promovimin e librit, e kam biseduar këtë gjë me shumë miq edhe shok që kanë qenë të pranishëm. Ata janë të informuar për këtë gjë, ka dhe 2 doktoresha në Düsseldorf që po merren me kërkimin asaj pajisje që mungon këtu. Dhe jemi duke punuar në drejtim. Mendoj që nuk kam dëshirë të flas më shumë për këtë gjë. Ju përgëzoj. Besoj që do dëgjojmë lajme të mira në të ardhmen hapet. Edhe unë atë shpresë kam. Flasim tash krejt një dimension tjetër tuaje, do të vish me një emision të ri. A është të vërtet apo jo? Do të vish edhe në botën e televizionit, në këtë pjesë, çka do të thotë kjo për ju dhe çka do të mund të shohim ne? Atëherë, ideja e emisionit dhe kjo ka filluar shumë vite më përpara. Gjithmonë idetë e mia fillojnë dhe piqen dalin nga dalë. Mirë, po unë jam ai personi që unë pres gjithmonë atë momentin e duhur, sepse gjërat nuk bëhen me zor. Emisioni quhet Përtej kufive. Në këtë emision nuk kam shumë dëshirë të promovoj evente dhe persona që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut, që kanë krijuar sukseset e tyre, kanë historitë e tyre, kanë diçka për treguar, çfarë ndodh jashtë kufive,
por duhet ju jap më tepër zë atyre personave që nuk i është dhënë zë deri tani. Sepse rëndomt promovohen gjithmonë të njëjtat persona. Kështu që mendoj që është koha pak për ndryshim dhe njerëzit janë bërë sot shumë kurioz për të ditur, çka ndodh atje. Çfarë ndodh atje? Çfarë ndodh atje? Qysh vjen atje suksesi? Kështu që në të ardhmen do shëtisim botën me stafin realizues edhe jemi në kërkim këtyre personave. Ku dhe si mund të gjejmë emisione, besoj do t'jetë të cilën do t'na informoni edhe në rrjetet sociale, apo edhe mundemi me të regushtojnë që së është e ditur dhe në tash? Po, ne jemi promovuar, promon e kemi pasur javën e kaluar, ka qenë shumë e suksesshme, kam qenë shumë e kënaqur, absolutisht është dhe i merit e stafit, realizues që kanë bërë këtë, sepse ne që rrim para kamerave, shpesher temi, po faktikisht ata që rrim pas, kanë edhe goxha merit. Po, e vërtet. Është nga njerë, unë them magjia e shumë gjërave që ndodh pas kamerave, është ajo që na bën dhe ne më shumë të ndriçojmë, është punë dorë më dorë. Ka shumë impenjim, por unë e bëj me shumë dëshirë, sepse gjithashtu më vjen shumë natyrshëm. Ne kemi një bashkëpunim me On Air TV për momentin, jemi një staf që jemi me shumë dëshirë shumë të duam të jemi të pavarur, por absolutisht nuk isha kundra për një bashkëpunim me një televizion në të ardhmen në rastin që është supertues ndaj kësaj që ne po bëjmë, sepse për mua nuk është një emision, është një mision që duhet kemi dhe ne klikimet tona, që të shiva. Por nuk duhet jetë kjo primarja, duhet jetë, kam dëshirë të bëj një, unë nuk jam gazetare me profesion, por kam dëshirë të bëj një gazetare të mirë. Uroj që t'jetë ashtore, që t'kesh sa më shumë shikueshmëri, edhe ne për mes emisionit tuaj të njoftojme me personazhe tjera, me personalitetet të ndryshme, edhe të udhtojmë për te i kufive bashkë me ju. Faleminderit shumë për krejt informatat, faleminderit edhe për kohën që e kënda me ne. Shumë faleminderit ju për ftesën, edhe ju përgëzoj shumë për emisionin, edhe ju veçanërisht jeni një prezantuese që mua më pëlqen jashtëmashtëm. Faleminderit shumë. U emocionova. Faleminderit shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Ne tani do të ndrojmë krejtësisht